Përshëndetje. Bani mend që ju pata tregu para 8 ditësh një qibuk që sapo pat lind një mretresh dhe që kishte ngel pak qumësht në fund të qibukut, që shumë nga ju dhe atë mendimet ndryshme e kanë bë për këtë arsye, e kanë lënë për atë arsye, por ajo mbretresha sapo pat lind neve ta vendoste ky mini nukleos. Kështu që sot po i bëjmë një kontroll ta shohim është mbretresha. Ka vazhduar pjelljen. Mashallah, shof pjellje. Nuk e di nëse do mundemi, mashallah. Fiks dita e 8. Dita e 8 pas lindjes ja të ke keni. Mashallah, e pas ka mbush se vëncep me pjellje. Perfekt. Nuk e di nëse do arrim ta shohim mbretreshën. Se shihni është dhe një blet me polen. Tani me një dorë me mbajt këtë, me një dorë telefonin, nuk e di nëse do arrim ta shohim. Nuk e shoh që t'jetë mbretresha këtu. Fiks 8 ditë sot. Sepse disa po thoni që donë më shumë, disa thoni që donë 15 ditë. Një kam thënë që tek unë janë nisin ma shpejt. Ose ka të bëjë them edhe pjesa se kur ju i kontrolloni. Pas sa ditësh. Ja tek është mbretresha, gjigande është. Ja tek është ufshe. Ajo që shoh nuk ka ushqim. Shikoj nuk ka ushqim, ama i ka mbush gjithë kornizën me pjellje. Mashallah, ja tek është. Se disa mund të arrini ta shikoni të dyja kornizat e vogla i ka mbush me pjellje ja dhe këtu. Edhe imagjino ka shumë pak mizë. Ka shumë pak blet, ama i ka mbush gjitha me pjellje, kështu që më duhet t'jap pak ushqim se s'bën. Sepse do rrije pak ditë këtu, pastaj do e kaloj me një koshere të madhe. Se për momentin nuk kam as qibuk për t'i dhuru, po do duhet t'i japim ushqim urgjentisht. Ta shohim dhe kornizën e tretë për kuriozitet. Shikoni se si bëjnë blet tani. Po ta shikosh këtë gjendjen si e bëjnë tani. Le rrahin krahët tu ati se s'ka mbretresh këtu, po mbretresha është. Por moment që kjo acarohet pak, edhe ka pak mizë. Okej, nuk po e nxjerr atë tjetrën me e pa. Atje shihet si ka pak nektar. Mashallah. Okej, nuk po e bezdis. Thjesht po e mbyll. Dhe do japim pak ushqim. Mashallah, perfekt. Kështu që, ja dhe këtu, këtë dhe këtu. Ka bërë plot pjellje. Fiks 8 ditë. Pas lindjes, e ka mbush me pjellje. Do më duhet t'jap pak ushqim. Sepse me kaq pak blet sa ka, nuk arrin ta ushqejë gjitha të pjellje që ka bo. Kështu që t'ja kaloni bukur.